Në fillim të viteve 90, aktiviteti i sindikatës së zejtarëve të Kosovës dhe i drejtuesit të saj kishte tërhequr vëmendjen e organeve policore dhe shërbimit sekret serb që u vun menjëherë në lëvizje. Strukturat represive të regjimit të Miloševićit kishin dyshime se nëpërmjet aktiviteteve legale të sindikalistëve fshihej një lëvizje ilegale që po përgatiste terrenin për shkëputjen e Kosovës nga zjeta serbe. Për t'i paraprirë këtij organizimi të ri të shqiptarëve që po i përgatiste dhe armatoste ata për ngjarjet që ndodhen në vitet e mëvonshme, policia dhe shërbimi sekret serb u vunë në veprim. Një rast konkret ka qenë kur policia serbe kishte pas marrë në bisede informative thuaj atëherë zyrtare dhe rëmziu neve kolegëve s'na tregon fare. Mirë po, me qenë se ju kishin kërcënu që do t'ja likuidonin familjen, do t'i qetëshin bombë në shtëpi, do t'ja demolonin veturën, edhe kërcënime e shantazhe tjera që i kishin bë, ai përkohësisht banante në vërtet flinte natën të një kolegi veti, sindikalist, të Behar Sherifi. Dhe në një moment Behar Sherifi i filmua më tregon, më thotë se Remziu kështu i kishte ndodhur. Pyeti çka, thotë kur u zhveshën për të rënë me fjetë, se Remziu kret trupin e kishte pas njolla edhe plagë të cilat ja kishin shkaktuar në stacionin policor në Frizaj. Në momentin kur e kishte pyet se çka është puna kështu Remzi, ai si tregon, sepse i tillë ka qenë i heshtëm, kur një herë s'ka fol, po ka vepruar më shumë ka vepruar se sa që ka fol. Po bie para oktit krym edhe detyrohet që ti tregoj se ato plagë kishin shkaktuar policia serbe. Pavarësisht dhunës dhe torturave që provoi në trupin e tij, Remzi Hoxha ishte i vendosur të rezistonte dhe i bindur se nuk mund të kthehej pas në rrugën që kishte nisur. Ai e vazhdoi aktivitetin duke u përpjekur të mos e ekspozonte këtë rast, për të mos ndikuar qoftë edhe moralisht e kolegët apo veprimtarët e lëvizjes ilegale. Ai e cilësoi atë që i ndodhi thjesht si një bisedë informative që u ishte dashur ta kalonin mira kosovar. Unë ndërkohë kur e mora këtë informacion kërkova nga Remziu që s'paku një dëshmi me shkrim të alshoj, një që të mbetet dokumentacionin në arhive sindikale. Mirë, po Remziu si Remziu i mësum mësë mua në ku asnjëherë. Nuk e pa të arsyeshme edhe nuk e shkrujti deklaratën, kështu që mund sot edhe ka metë dyqysh si përshtypje që në një mënyrë ai është mundu që të mos e bëj të madhe ata, që mos krijoj panik të kolegët e vet, në mënyrë që të kenë mundësi veprimi edhe të tjerë. Rritja e tensionit në Kosovë për shkak të shkeljes së të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve, si dhe shkërmoqja e ish Jugosllavisë, e vu në alarm Serbin. Agjentura serbe nëpërmjet burimeve të saj arriti të interceptonte një organizatë ilegale të shqiptarëve, e cila po mblidhte fonde dhe blinte armë për një lëvizje të armatosur në Kosovë. Gjatë këtyre përpjekjeve për të kontribuar dhe në aspektin luftarak për ta përgatitur shtresën, masën e popullit për të ardhjet e liria, kontaktet më të mëdha kanë qenë me frontin. Mirë po, me rastin e rënjes në burg të 19 atëherë të grupit Peja, si quhej pjesëtar të frontit, u kriju një panik edhe në mesin e sindikalistëve, të atyne kuptohet që ishin të angazhuar drejt për drejt kyçun, sepse dihej që çdo denoncim që të bëhej do të
psalin edhe ka. Kështu që më kujtohet një moment Remziu me Remzi Hoxha me Shefqet Maliqin patën nartë e unë këtu në Prishtinë. Një javë ditë patën nejtë, patën qëndru aty. Në momentin kur u informun se ka rënë në borg edhe Afrim Morina. Unë, si që e njihja Afrimin ma herët, u munova t'i qetësoj dhe t'ju them se tash jam gëzu që ka ro Afrimi se s'paku bile do të ndërprehet burgosja me të tjeshme e shokëve tjerë. Kështu që në një mënyrë u kriju një farë rrethane që vërtet nuk do të binë tjerë kolegë dhe shokë, sepse beramjen e Afrimit vërtet u ndërprej edhe ma asnjë tjetër nuk u burgos. Arrestimi një pjesë të anëtarëve më aktiv të frontit të rezistencës bëri që të kërkoheshin në forma të reja bashkëpunimi me lëvizjen sindikaliste në Kosovë dhe të rritej konspiracioni për të mos përfunduar në duart e policisë serbe. Pas rënies në burg të Afrim Morinës, Remziu me përfaqësuesin e sindikatës që ishte i angazhuar në front, kanë vazhduar aktivitetin edhe më atje. Mirë po, unë nuk kam pas qasje, nuk kam ditë se çka po punojnë, sa po punojnë edhe çka po angazhohen. Ka qenë momenti i tillë që nuk është dashur fort mu informu mu vetë njëri me tjetrin, unë në një mënyrë kam shërby si u lidhse me sindikatës dhe frontit, deri në atë moment derisa e kanë marrë kontaktin. Kur e kanë marrë kontaktin, atëherë kanë vazhduar punën atje. Përpjekjet e Remzi Hoxhës për të shpëtuar syrit të policisë dhe shërbimit sekret serb nuk e shpëtuan atë nga gjurmimi dhe survejimi. Aktiviteti i tij në krye të sindikatës së zejtarëve të Kosovës e kishte ekspozuar së tepërmi. Situata u përkeqësua pas arrestimeve të aktivistëve të frontit të rezistencës. Shqiptarit nga Kaçaniku nuk i rrezikoi më vetëm jeta dhe aktiviteti i tij, por gjithë familja. Remziu i shpëtoi për fat arrestimit nga policia serbe në banesën e tij në Ferizaj. Gjatë ikjes nga banesa, policia qëlloi me armë drejt tij, por pa mundur ta godiste. Në këto rrethana, Remziu kaloi në ilegalitet dhe qëndrimi i mëtejshëm në Kosovë ishte bërë i pamundur. Ai duhet të largohej para se të ishte vonë dhe të përfundonte në qelitë e burgut në hetim special të agjentëve serb. Meqense Remziun e kërkonin këtu në Ferizaj, në një takim ne u detyruam që t'i themi se duhet largohesh nga Kosova për shkak të represalie dhe presionit që i bënte edhe shantazheve që i bënte policia serbe, kështu që Remziu është larguar dhe ka shkuar në Shkup, ku e ka pasur edhe shtëpinë. Atje ka vazhduar me biznesin e vet, po më shumë ka vazhduar në aspektin e angazhimeve me njerëz të njohur të politikës të kohës, me delegat të kuvendit, edhe ka vazhduar punën në Shkup për një kohë të shkurtër derisa në një moment edhe policia maqedonase sipas kolegut Shefqet Maliqit, i cili ka qellu aty atë natë, ka ndarë policia para mëngjesit edhe ka bastisë edhe i kanë tërheq vrejtjen se ku do të investojsh parat me cilat i ke siguru nga shitja e shtëpisë në Ferizaj, sepse e pat shit një shtëpi në Ferizaj dhe kishte për qëllim që të investonte në Shqipëri. Pas largimit nga Kosova, Remzi Hoxha u vendos në Shkup, aty ku kishte lindur dhe kishte pjesën më të madhe të familjes së tij. Ai nuk e ndërpreu aktivitetin dhe lidhjet e fshehta që kishte me lëvizjen ilegale në Kosovë, por edhe në kryeqytetin Maqedonës. Ai nuk i shpëtoi syrit të shërbimeve sekrete serbe.
të cilat bashkëpunonin në mënyrë perfekte me homologët e tyre maqedonase. Shqiptarët dhe çështja kombëtare e tyre shihet si një kërcënim jo pak serioz dhe për Republikën Ish Jugoslave të Maqedonisë. Ambienti që Remzi Hoxha gjeti në Shkup nuk ishte më miqësor se ai që kishte lënë pas në Kosovë. Ai ishte në rrezik shumë të madh, duke nis nga fakti se ndodhe shpesh, pas ndarjes së Maqedonisë nga viti 92 e pastaj kishte lëvizje dhe ilegale në përkufi ose me dokumenta falso që mos të identifikohet si Remzi Hoxha, e pa që nuk kishte mundësi të vepronte dhe bashkë me disa bashkëpunëtorë të tij u kthyen për një kohë të shkurtër në Maqedoni, madje një kohë të shkurtër bile edhe në Bullgari, jetuan mund të them 4 muaj dhe pastaj u shpërngul në Shqipëri ku vazhdoi veprimtarinë e tij me profile të dur aluminiumit. Në shtator, pastaj pasoi fillimi i vitit shkollor, i mori familjen e tij, mori apartament dhe që nga viti 92 në shtator vazhdoi veprimtarinë e tij si sindikalist i Kosovës, po në diasporë në një mënyrë dhe prodhimin e tij që kishte me profilet e aluminit. Kur e pa rrezikun që i kanosej në Shkup, Remzi Hoxha vendosi të shkonte në Shqipëri, shtetin am të gjithë shqiptarëve, ku ai mendonte se do ta kishte shumë më të lehtë për të vazhduar në rrugën që kishte nisur. Konspiracionin që kishte lëvizja ku aderonte nuk e lejonte të ekspozoj publikisht për aktivitetin e vërtet që ai kryente. Në këto kushte Remziu vendosi të hapte një biznes për të kamufluar veprimtarinë e tij ilegale dhe njëkohësisht të kishte mundësi të grumbullonte fonde për blerjen e armëve pa u ekspozuar. Duke parë se Shqipëria e sapo dal nga izolimi komunist ishte kthyer në një kantier ndërtimi, Remziu hapi një ndërmarrje të vogël për montimin e profileve të dorë aluminit në zonën e ish frigoriferit të Tiranës. Ai mori një ambient me qira dhe punësoi 10 punëtor. Kur e pa që edhe në Shkup po e kërkonin agenturat sekretet shërbime dhe sekretet Maqedonisë, atëherë u detyru që të shkonte në Shqipëri. Me rastin e shkumit në Shqipëri, ne si dek sindikale e autorizuam që të ketë kontakte edhe lidhje me sindikatat e Shqipërisë, po jo vetëm me sindikatat e Shqipërisë, por edhe me sindikatat tjera evropiane dhe botërore. Në Shqipëri ai patë investu në hapjen e një punëtorie për përpunimin e dritareve, dyreve të aluminit, me që rast patë punësu disa punëtor, mirë po krahas biznesit vetë që e zhvillante përmes një kolegu, shoku, që e patë ofru pranë vetës një farë Sefedin Jahën, i cili përndryshe dhe ai ishte angazhum në front dhe bante përpjekje që të shkonin punë si duhet. Ai u patë angazhu kryesisht në interesimin për mbarvojtjen e punëve në firmën e tij në Shqipëri. Për të krijuar një bazë të mirë monetare që të vazhdonte aktivitetin në Shqipëri, Remzi Hoxha shiti banesën dhe ambientin e argjentarisë së vet në Ferizaj të Kosovës. Një pjesë të mirë të këtyre parave që përfitoi, ai i shpenzoi për të bler armë dhe mjete logjistike për lëvizjen guerrile që sa vinte dhe zgjerohej në Kosovë. Në vitin 94, Remziu e ka shitur shtëpinë në qendër të qytetit me 2 lokale, respektivisht ku ka qenë argjentaria dhe një lokal për qelës, 475.000 morë. Ato mjete të gjitha i ka shpenzu për çështje kombëtare.
respektevisht për formullimin e vlerën e armatimit dhe fundit të kontingjentit për të armatimit në Kosovë. Për të mos humbur lidhjet me sindikatën e zejtarisë në Kosovë dhe për të krijuar lidhje të reja në Tiranë, ai u angazhua në lëvizjen sindikaliste në Shqipëri. I autorizuar si përfaqësuesi i Sindikatës së Ekonomisë së Vogël dhe Zejtarisë në Kosovë. Ai kreu shumë takime dhe vendosi kontakte të rregullta me lëvizjen sindikaliste në Shqipëri. Ai u bë koordinatori i disa takimeve të përfaqësuesve të sindikatave të Kosovës në Shqipëri me përfaqësues të sindikatave europiane. Në kontekst të asaj se ne si degë sindikale i patëm dhanë një autorizim dhe patëm emëru si përfaqësuesi sindikatat të ekonomisë vogël zejtarisë të Kosovës, që të ketë bashkëpunim dhe lidhje me sindikatat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, ai organizoi një takim të sindikatave të Shqipërisë dhe degës tonë të ekonomisë vogël zejtarisë të Kosovës. Këti takimi në Shqipëri, me sa duket, me sa më kujtohet, në mars të vitit 93 ka do kjo, i paraprin një 2-3 takime në Shkup, në mes përfaqësuesve të sindikatave të Shqipërisë dhe përfaqësuesve degës sonë. Me që rast u realizu këtë takim në marsin apo prillin e vitit 93. Me që rast 32 përfaqësues sindikatës të ekonomisë vogël zejtarisë me 7 vetura e patëm vizitu Shqipërinë. Veç asaj në Shqipëri kalum një 7-8 ditë fort një takim i përzemërt ishte me sindikatave të Shqipërisë dhe sindikatave daneze, sepse ata kishin themeluar një zyre të vetë në Shqipëri dhe aty e morëm një kontakt, një lidhje që të krijojë edhe një zyre e sindikatave daneze edhe në Kosovë. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Remziu angazhua që nëpërmjet delegacioneve të sindikatave që vinin nga Kosova të përfshiheshin edhe aktivistë të lëvizjes ilegale. Në rastet kur aktivistë të tillë nuk mund të kalonin legalisht kufirin, Remziu merrte përsipër pajisjen e tyre me dokumenta false apo qoftë dhe kalimin ilegal të kufirit shtetëror. Me rastin e vizitës që bëm në Shqipëri si delegacion i Sindikatës të Ekonomisë Vogël Zejtarisë të Kosovës, ne disa nga kolegët nuk kishin pasaporta. Remziu insistante që edhe ne të shkonim në Shqipëri, mirë po unë konkretisht Shevqet Maliqi edhe Kadri Kuka nuk kishin pasaporta. Unë s'musha me marrë me mend se si mund kalohet kufiri pa pasaport. Mirë po Remziu si Remziu. Eja me mu s'ka problem. Unë nisëm rrugës, kur më rrim atje, e rregulloj punën, s'di, kalum si jo ma mirë. Mirë po kthimi i knej ish pak ma problematik. Atje në Shqipëri ne përmes lidhjeve që kishte kriju me sindikatat e Shqipërisë dhe faktorin politik atje shqiptar, ne mundsoj që të kem marrim pasaporta shqiptare. Mirë po, me ardhjen kufi, me njëherë u hetum se ato pasaporta janë falso. U hetum që jem kosovarë dhe kështu që kufitarët Macedonas na kthyn në Shqipëri prapë. Ne u detyruam që të shkojmë deri në Pogradec, ta kalojmë një natë, deshtëm që të kalojmë në kufirin deri në Shëmlan. Mirë po, fatkeqësisht apo fatmirësisht di si të them, aty kur u zum bile në mbrëmje, kishte ardhur një ekip e futbollit të Ferizajt që të lutën në Shqipëri, kishin mirë pa mjetë, Remziu ju siguroi mjetë materiale, ju siguroi strehim në hotel me mjetët vetat. I sigurt se në Shqipëri e kishte shpinën të sigurt, Remzi Hoxha dhe eksponentë të tjerë
të rëndësishëm të lëvizjes ilegale në Kosovë u angazhuan në disa drejtime duke përfshirë edhe bërjen e lobingut në favor të çështjes kombëtare. Duke parë marrëdhëniet e acaruara të Shqipërisë me fshinjët jugor Greqin, Remziu përpoq që të krijonte hapësira dhe lidhje për biznesmenët kosovar që të investonin në jug të vendit, sidomos në zonat ku presioni grek ishte më i madh. Remziu ka qenë patriot dhe thar tepër i madh, strateg i madh. Sepse gjatë vizitës në Shqipëri u bë edhe një marrëveshje me sindikata e Shqipërisë dhe sindikata të Kosovës që biznesmenët që janë materialisht mirë, që janë të interesuar të investojnë dikun, u bë marrëveshja që të investojnë në Shqipëri dhe atë Remziu kishte për qëllim që investimet fillimisht të fillonin në Sarand e deri në Shkodër. Por kryekut ishte i interesuar që kolegët e tij të investonin në Sarand. Mu për shkakun se Saranda njihet si vend bregdetar, por edhe për shkakun se në një mënyrë aty dihen apetitet edhe orekset e kojshive ta ndaj Shqipërisë. Duke u nisë nga fakti që aktiviteti i Remziut ishte me qëllim që ne të kemi një liri ose të drejta që të kemi një shtet, ai me veprimtarinë e tij që e kishte u mundua i shiti pasurinë dhe gjithë benefitet tjera që i kishte nga biznesi i tij, i investoi në lëvizjen për popullin e Kosovës, lëvizjen të cilën ai e ëndronte një ditë me shpresë që të kthehet një ditë në Kosovë pranë të afërmeve të tij, familjes së tij, fëmijëve të tij, dhe këtë fat nuk e gëzoi, por ne jemi me shpresë që fëmijët e tij do ta gëzojnë këtë fat, por pa babain e tyre, i cili e dha jetën, kapitalin, mundin për këtë Kosovë. Ndërsa Remzi Hoxha ishte angazhuar tërësisht në detyrat që i ngarkoheshin nga drejtuesi i televizjes guerrile në Kosovë, aktiviteti i tij nuk ishte lënë jashtë vëmendjes nga rrjeti agjentoror i Shërbimit Sekret Serb që vepronte në Shqipëri. Shërbimet serbe dhe maqedone, mbase nuk kishin mundësi për ta goditur direkt, por përdorën një taktik tjetër, duke infiltruar agjentë dyfisht që me informacionet e tyre ngrinin dyshime për aktivitetin e tij në Shqipëri. Nuk dihet nga kush u vu në lëvizje Shërbimi Informativ Shqiptar, i cili nisi të survejonte dhe mbante në vëzhgim çdo lëvizje të Remzi Hoxhës, pasi me pretendimin se ai mund të ishte një agent i infiltruar nga Shërbimi Sekret Serb. Ngjarja që do të përmbyste përfundimisht fatin e Remzi Hoxhës ndodhi në maj të vitit 1993. Remziu ndodhi në Pogradec për të kaluar matan kufirit në Maqedoni. Disa aktivistë të lëvizjes guerrile në Kosovë, të cilët nuk ishin dokumenta të rregullta dhe kishin hyrë në Shqipëri si sindikalistë. Kur u qum me mëngjes nesrit për me shku në Shënnaum atje me kalu kufirin, policia shqiptare kishte bloku qarkullimin e automjeteve në drejtim të Shënnaumit, në drejtim të Ohrit. Ndërkohë na e kuptuam prej tyne pse e keni bloku, pse s'po na lejoni neve me shku. Ndërkohë na e kuptuam se na thanë se në vizitë do të vjen presidenti i Shqipërisë Sali Berisha në atë kohë. Do të vjen në Pogradec. Kështu që nuk lejohet që të shkohet tani. Ne u detyruam atëherë me shku në Tiranë
në Tiranë i sigurum pasaporta tjera, Remzi me ndihmën e Remziut, edhe u kthym përsëri në kufi në Qaftan, sepse nga Qaftan ai ishmi kthy herën e parë. Gjatë shkumjes për në Tiranë, hasëm në kolonën e automjeteve që e përcjellnin kryetarin Sali Berisha, i cili futej po Grades. Do me thonë, na ndalmit po Gradesit, as 15 minuta me vetur s'kemi udhtu, jemi taku në veturat e automjeteve cilat hynin në po Grades. Atë ditë ishte dita e Bajramit kur ktheheshim për Kosovë. Shokët tonë, kolegët tonë, kishin kalu kufinin, kishin imet vetëm Remziu, one, Shefqet Maliqi edhe Kadri Kuka. Kur erdhëm në kufi, në Qaftan, aty për fat mirë na lejun që të kalojmë kufinin, sepse pasaportat i tregoj Remziu dhe sigurisht ju ka ofru diçka kështu që na kalum pa pengesa. Mirë po për fat u ndajtëm aty, edhe na hupi lidhja me Remziun. Vetëm unë edhe Shefqeti, Remziu me Kadri Kukën hecën. Koincidenca e vizitës së presidentit Berisha në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin vend, ku ishte njoftuar më parë një takim i presidentit të Serbisë Slobodan Milošević dhe presidentit të Maqedonisë Kiro Gligorov, e bëri Remziun të dyshonte. Ai kaloi me ata në kufirit aktivistët e Frontit të Rezistencës, Basri Zuka dhe Shefqet Maliqi, dhe u kthye pas me Kadri Kukën, për të ndjekur nga afër çfarë do të ndodhte në afërsitë të kufirit shqiptaro-maqedonas. Takimi Milošević-Gligorov pritej të bëhej shumë pranë kufirit, në Shën Naum, ku ndodhet rezidenca verore e ish liderit të Jugosllavisë Josip Broz Tito. Po atë ditë presidenti i Shqipërisë Sali Berisha dhe një rreth i ngushtë personash që e shoqëronin kaluan traun e doganës në Tushemisht, duke hyrë në Maqedoni. Grupi të personave që shoqëronin ish presidentin shqiptar u ishte thënë se do të kishte një takim të presidentit Maqedonas Kiro Gligorov dhe Berishës. Takimi mbaj në territorin Maqedonas, shumë pranë kufirit shqiptar. Në të vërtetë ish presidenti Berisha dhe grupi personave që e shoqëronin, pas takimit në tokën maqedonase, nuk u kthye në Shqipëri nëpërmjet doganës së Tushemishtit. Nuk dihet për çfarë arsyesh, por rruga e kthimit u zgjodh në krahun tjetër të liçenit të Horit, nëpërmjet doganës së Qaftanës. Kur mbrim Kosovë, unë e kuptova se të njëjtën ditë ishte bën një takim i Miloševićit me Gligorovin në Ohër. Me të kuptum lajmin që mora nga televizioni se jenë taku Miloševićin me Gligorovin në Ohër, më lindi dyshimi se edhe presidenti i Shqipërisë Sali Berisha është taku, ka qenë pjesëmarrës në takim. Dhe erdha në një situatë pak të palakmueshme ku s'dija si të veproja. Ta lajmëroj rastin apo të mos e lajmëroj rastin. Ndërsa ish presidenti Berisha i ra rreth e qark bregut Maqedonas të liçenit të Orit, nuk dihet me saktësi se çfarë informacioni arriti të mblidhte atë ditë Remzi Hoxha, por ai njoftoi kolegët e vet të lëvizjes guerrile në Kosovë për atë që kishte parë. Në të njëjtën ditë mediat e ish republikave jugoslave raportonin një takim të presidentit serb Milošević në homologun e tij Maqedonas Kiro Gligorov. Por nga ana tjetër raportoi një takim mes presidentëve Gligorov dhe Berisha. Vendi i takimit ishte i njëjtë. Për gjithçka kishte parë dhe kishte mësuar nga ky takim, Remzi Hoxha, i ngarkuar nga Fronti i Rezistencës Shqiptare të kryente detyra dhe në shërbimin informativ të organizatës, njoftoi bashkëluftëtarët e tij. Basri Zuka, sekretari i Sindikatës së Zejtarëve të Kosovës dhe njëherësh aktivisti i Frontit të Rezistencës, për këtë takim njoftoi edhe kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugova, në mënyrë që ai të ishte në korrent për atë që po ndodhte. Unë personalisht
Të nesërmen në ora 5 në mbrëmje ja dorëzova në zyret presidentit Rugova atëherë, ja dorëzova një shkresë, në cilën e njoftova mbi dyshimin tim se në atë takim ka mujt me qenë i praneshëm edhe presidenti Sali Berisha. Në atë shkresë, cilën e dorëzova si sekretari degës të ekonomisë vogël zejtarisë të Kosovës, adresë nuk pa ta lënë, në ora 11:30 në mbrëmje, shefi protokollit Adnan Merovsi më thret në telefon edhe më kërkon një takim. Unë ja konfirmoj takimin edhe dalë ka ora 11 qashtu në mbrëmje, u taku me te, edhe interesohej pse nuk ke tregu ma heret. Unë i thash, nuk kom tregu ma heret për shkak se kam mujt me shkaktu të lashën mes Rugovës edhe Sali Berishës, sepse mund do që nuk kanë qenë njoftum njeni tjetrin se kanë njoftu edhe kështu që për shkak të ati dyshimi kam hezitu që ta lejmër rastin. Ndërkohë ai ma spjegoj se ka qenë interesum edhe të njihej me mu, një që ta dinte a jam person i pjekun apo vetëm kam shantazhu. Kur ja spjegova rastin se si ka qenë, edhe ai në një mënyrë filloj dyshoj që mund të ketë qenë takimi i përbashkët i Miloševićit, Grigorovit dhe Sali Berishës. Mbetet mister fakti nëse pas informacionit që mori nga Basri Zuka, ish presidenti i Republikës së Kosovës Ibrahim Rugova, pati ndonjë takim apo informoi presidentin e Shqipërisë Sali Berisha se ishte njoftuar për një takim sekret mes 3 presidentëve, Milošević, Grigorov, Berisha, të mbajtur shumë pranë kufirit shqiptar. E vërteta është se 2 vjet nga ky informacion që u dërgua presidentit të Kosovës, Rugova, Remzi Hoxha u rrëmbye nga agjentët e shërbimit inteligjent shqiptar dhe gjatë hetimit u torturua për të deklaruar çfarë kishte para të ditë maj të vitit 1993. Zhdukja pa lënë ngjyrë me Remzi Hoxhës, pasi u nështrua torturave të egra në bazën sekrete të shikut në vajin të Lezhës, eliminoi një herë mirë dëshmitarin që mund të provonte takimin e Ohrit. Për fat, ajo shkresë, cilën ja kom dorëzu qikut në atë kohë, qendra për informim kombëtar, ashtu quhej ndukut, pranë Selis të Dykës, e kam pas edhe një kopje mirë, po për fat me rastin e interesimit familjes Remziut për Remziun pas arrestimit ti edhe zhdukjes ti në vitin 95, një nga vllazërit e tij si duket e ka humbë edhe s'kemi mujt me gjetë ma atë dëshmi. Ajo dëshmi duhet jenë qenë dikon. Ndoshta edhe ajo mund tjetë një nga pretekstet cilat kanë qu në ulumtimin e Remziut kush ka qenë Remziu. Edhe ndyshimet se ndoshta Remziu qenë ka person i cili nuk i intereson çështja kombëtare, që s'është kur farë vërtetësie s'ka në atë. Përkundazi, për këtë takim që e njoftova unë presidentën atëherë Selini Lëdykës, me qëllimin më të mirë e kam njoftu që të koordinuar mes vetit 2 kryetarë të shteteve. Mënyrë që të mos vim në situata kur dikush shkon një drejtim, tjetrin drejtim. Tash